Emisionin për sonte e nisim me një material për këngëtarin e shumë pëlqyer Ermal Feyzullahun, cila është dhurata më e shtrenjtë që ka bërë ai gruas së tij. Çfarë mendon për Dafina Zeqirin dhe Elvana Gjatën, si dhe për herë të parë flet për raportet e tij me Adelina Ismailin dhe tregon arsyeën e mungesës në varrimin e të njerëz Mona Ismaili. Ti që sot je me tjetër kënd dhe shumë më ti i buzë qesh gjersa unë pas. Ai është një prej këngëtarëve më aktiv në botën e muzikës, si me projekte të reja, ashtu edhe me koncerte. Sa gabime për qafime, gjithmonë unë ty ti kam fal, e mbushe jetën. Prej fillimit të karrierës, Ermal Feyzullahu nuk ka pauzuar asnjëherë, duke sjellur gjithmonë këngë e klipe të reja. E i fundit është bashkëpunimi me Nora Istrefin, ku dyshja u rikthyen me një duet pas 6 vitesh. Por, a e ka kaluar kënga e dytë suksesin e të parës? Po, unë besoj kjo kënga e dytë ka qenë më e mirë se kënga e parë. Për mendimin tem edhe për shijen tem, edhe të publikut besoj. Edhe me Norën kam raport të shkëlqyshëm sepse njihem me të ndër vite. Kem filluar një farë forme bashk, njëjtën kohë karrierën si këngëtar të dytë. Ky bashkim forcash padyshim që sjell edhe koncerte të përbashkëta, pasi dyshja janë ndër emrat më të pëlqyer nga publiku. Po, kem shumë koncerte edhe me Norën si vjetë. Veç kena fillu, tash kem në Elbasan, jena me shtunën jena në Prizren, pastaj jena në Lozan, Zvicërës, edhe verës kem shumë data bashkë. Me Norën, me shumë tjerë kolik. Jo veç kjo këngë, po çdo këngë që e bëj unë e bëj për me u pëlqy te publiku dhe me met kontinuitet që thonë kjo suksesi jam. Edhe kënga me Norën është bërë për krejt të arsyet pozitive. Përveç koncerteve që janë shumë të shpeshta, Ermali është i angazhuar edhe në përdasma, e për këtë verë ai ka siguruar disa data. Jam mjaft i në zonën, edhe këtë verë edhe verën tjetër kam darsma, të cilat kam e performu, kam e këtu. Unë me thonë drejtë nuk është që marrë shumë darsma, për shkak se kam edhe shumë ramje rinore, edhe koncerte në për diskoteka, po kun janë 20 darsma ati që nuk jam i sigur, 15 duket 15 darsma që. Po thuaj se çdo javë, ai është jashtë Kosovës për koncerte, e sado që është fitim prurse, kjo gjë është edhe e lodhshme, e ndonjëherë mund të krijojë edhe probleme me shëndetin. Ka raste kur edhe kom qenë edhe keq me shëndetin, po kom qellu në rrugë dhe s'kom pas çka me bove që është dash me te kalu diqysh, më ka ndodhur shumë shpesh. Sidomos për ndryshimet e klimave, më ka ndodhur mrena ditës, për shembull kom qenë në Arizonë, edhe kur kom zbrit me aeroplan në Washington, në Arizonë ka qenë 27 gradë, edhe atje ka qenë -15. Dikon gati 50 gradë ndryshim. I për një hershëm edhe sigurisht që më ka pas pasojë, atë se jam ftoft me një herë. Po jem mësu me menaxhu edhe këto situata, edhe runa. Do të më rujt dugojen, ka thonë, sabria ku shkoj dugojen me veti, edhe me rujt. Nga udhëtimet e shpeshta që ka, padyshim që ka pasur edhe raste jo të mira, e një ndër to e tregon vetë ai. Që javën e kalume isha me Stupcat, tu kthy prej Suedis për Zvicër, edhe më kapi mu një farë si lloj panike në aeroplan, sepse nuk e kam qef fluturimin, po fati mirë keq që i pata afër vedatin, edhe vedati në çdo situatë ku më krijoj ke pak kënaqësi, ma kthejke në buzëqeshja dhe në humor edhe më kënaqi edhe më shkoj rruga shumë mirë. Raportet e tij me kolegët janë shumë të mira, madje Dafina Zeqirin dhe Elvana Gjatën ai i vlerëson maksimalisht. Këto janë të dy atë artiste kompletume se cila mënyrën e vet. Janë shumë talentume, kanë performancë shkëlqyshme, me plot kuptimin e fjalës janë artiste. Për dy atë kam respekt, sepse janë me të vërtet
janë që me thonë artistet mirëfillta, jo si shumë tjera. Ku i ke lënë fjalët që mi patë thënë, malli më ka marrë me pa, edhe pse rrugën. Para 2 vitesh, Ermali u shpall fitues në Top Fest bashkë me Ledrin dhe Lumin, ndërsa në kënga magjike, hera e fundit që ai ka marrë pjesë është para 11 vitesh. O sa shumë që qenë ke rritur, dua të busyri. Por, a do ta shohim një rikthem të Ermalit në këtë festival? Qefi jam është shumë, unë jam këngëtar që i këndoj veç live. Edhe normalisht këngëtari do të më paraqit gjithmonë s'kenë live, sepse playback e merr dikush CD-n tonë edhe lëshon në kerë edhe në vend edhe në rregull është. Performanca e çdo artisti besoj do të me qenë live. Edhe pse jo me pas ndaj festival të mirë unë me kënaqësi. Festival ku është tamam festival. Po në këngë magjike unë kom marrë pjesë në 2006 në duket, për herë të fundit. I kom marrë 3 çmime si këngëtari më i mirë. Konga çmimi i internetit. Shpëtë çka, çmimin e dytë në duket. Kom harru. Edhe nuk kom marrë pjesë më prej atëherë. Po pse jo në karrierën e kom fillu në festivale, se kom fillu në kafe. Sa i përket paraqitjes, ai tash e një kohë komentohet për mbi peshën, me të cilën po lufton për ta hequr. Kur të kismet, ja kom nis kishe që so, po thonë, po rrej. Ko mu do pësu sot jo nesër, po s'pedi valla, unë e ma qef se unë që ko mu do pësu s'ka qef kërkush. Se unë e pibojnë shpinë killat e mija, jo holku, po nuk e di, do të me marrë këtë punë pak ma serioze. Nashta ale s'm ka bu mu një qaq keq, që për me fillu me të vërtet strek me moj dietën, po kam nevojë pa tjetër edhe për shëndetin ma mirë, edhe për estetikë, edhe për pamje. Për herë të parë, Ermali tregon edhe peshën e tij aktuale. Sa dush, me mujtë me ra veç 2 numra, ma shumë s'du. Vaga mi qitë veç 2 numra, jo, se gjithë me 3 numra. Trashe. Sa i përket jetës private, ai është babaj 3 fëmijëve, por nuk e përjashton mundësinë edhe për fëmijë të tjerë. Rahatin shpirtërore mas shumë të e ke kur je me fëmijë të afër, kështu që sa të ka shu zoti. E kur pyetet për dhuratën më të shtrenjtë që i ka bërë bashkëshortës Arianës, ai jep një përgjigje interesante. Dhurata më e shtrenjtë që ja kum bo, që jam martu me ta, edhe ajo me mund, ja këna jep dhuratën më të mirë nga një tjetrit, me pas jetën gjithmonë bashkë. Para 1-2 ditë e këna gjetë do fotografi kur na kom 3. Shumë interesant. Unë e shumë ma ndryshën pamje. Tani na këtaj në fotografia të këtaj në kohë. Po plakëm. Na po plakëm fëmijët po rritën. Muaj më parë është diskutuar shumë nëpër media raporti i tij me Adelina Ismailin dhe mungesa e tij në varrimin e nënës së ndjerë të motrave Ismaili. E për herë të parë, Ermali sqaron gjithçka sa i përket kësaj çështjeje. Ajo, për fat keq, unë kam raport shumë mirë kom pas, po pse s'kom qenë në varrim të mona është se s'kom qenë në Kosovë, edhe kom qenë qatë kohë në Australi. Edhe kur jam këthyje, kom gushtu, dhe më thonë, Zanfina, kom folim. Ka orë shumë keq, sepse mona e kemi njofë gjithë. Ndjes të pas shpirti. Për ndryshe ka qenë babi në varrim. Po edhe me Adelinën gjithmonë kom pas raport mirë. Për fund, Ermal Feyzullahu premton se edhe këtë vit do të sjellë surpriza për adhuruesit e tij. Bashkëpunime ndoshta më pak, kom e pas këngë solo vet, tash për verë. Do të ketë edhe surpriza, se nuk e lam pa po surprizë në bashkëpunim, po që ndërkohë do të mirët vesh edhe për mediat edhe për publikun.